me që jemi të rutina, unë rutinën e fytyrës e kam të pashmangshme në mëngjes dhe në darkë. Dua t'ju prezantoj me këtë serumin që kam mbase mbi 2 vjet që e përdor, ja kam prezantuar dhe para 2 vjetësh, serumin e Sizzlit, që unë vdes për këtë serum, unë nuk jetoj dot pa këtë serum. Bëj një screenshot, është kjo, Sizzleja. Ju që jeni të vëmendshëm, duhet ta dini që kam 2 vjet po njërë që e përdor. Tani kam filluar të përdor, shifje që kësë të shkëqen lëkurën. O zot, urdra, është ndryshime. Për syt jam duke përdorur Suprema të Sizzlit, është një anti-age shumë i fortë, mua më pëlqejnë anti-age-at e fortë të syri, sepse ta zbusin shumë lëkurën e syve, duhet vetëm një pikë dhe përhapet këtu ura më shumë, këtu përhapet shumë mirë dhe ta mban shumë të hidratuar dhe të butë komplet pjesën rrotull syve. Gjatë ditës unë zakonisht përdor këto të dyja dhe mbrojtësin e diellit që dimër-ver nuk duhet të harruar, është pezieçi, ky pezieçi Sizzlit që është gjithashtu një hidratus shumë i mirë. Nuk e di nëse e vini re ndryshimin e dekoltes që nuk e kam mbrojtur me këtë krem. E kam bërë vetë, sa jam skuqur dhe fytyrën e kam shumë të bardhë dhe pas një njoll. Jam shumë e kënaqur. Ndërsa në darkë përdor kremin tim të preferuar me kolagen, që është për gjitha llojet e lëkurave, është ky këtu, që gjithashtu kam 2 vite që e përdor dhe jam shumë e kënaqur, është shumë i pasur dhe ta hidraton lëkurën dhe të lufton gjithë rrudhat fine të lëkurës. Kjo është rutina ime. Dhe dekolten. Këto janë produkte që unë kam më shumë se 2 vite që i përdor dhe realisht e kam shumë thjesht flas sepse kam rezultat shumë të mirë. Dekolten që nuk duhet ta harroni kurrë, unë e vura pak më parë dhe harrova ta xhiroja, kjo është e paparë. Me këtë ndjen ndryshim menjëherë, të tërhiqet lëkura e qafës menjëherë. Kjo është rutina ime, unë vdes për Sizzlin.